Miqtë Prizmës. Sigurisht që në këtë ditë lajmet më të mira për opozitën janë hapja e kutive në Tiranë dhe në Fier, në dy rrethet më të mëdha. Domethënë po hapen rreth, po themi 35-40% e kutive, po rinumërohen edhe një herë. Mirë po, çfarë i duhen hapja e kutive të votimit Sali Berishës? I duhen se mund të ndryshojë rezultati. I duhet të legalizohet, të ankohet me baza, të gjej veprime jo të mira, që sigurisht po i gjeti, duhet të fusin burg edhe ato numërorët e tij, komisionerët e tij. Çfarë do që të nxjerrë që demokratët ja kanë futur njëri tjetrit në numërim, te listat e hapura. Çfarë kërkon në të vërtetë? Kërkon të legalizohet, kërkon që të dalin shtator duke bërë pastaj politika ndërkombëtarizuese, sikundër marrinat që thot do të ndërtohet, si më thënë, komision vëzhgimi. Imagjino një parti që mund të imponohet, një grup partisë që mund të imponohet, në fakt duhet komision evropian, që mund të imponohet një shteti, duam ne të verifikojmë. Kështu marrinash flet për ditë, një lider i tillë sigurisht edhe një vjeç se që ka filluar të rrjedhi, normalisht, po që e besojnë dhe të rrjedhurit e tjerë që i shkojnë mrapa, se s'mund të ketë grup subjekt politik që mund vijë dhe të kontrollojë se çfarë bën ti në shtetin tënd. Duhet të jetë një komision evropian, i cili është i përbashkët, nuk mund vijë nga një grup i majt ose i djathtë, s'vjen dot kështu. S'mund ndërtohen, se s'janë këto marrëdhënie që mund bëhen. Por këto i thot Berisha se e di që Berishkat do ta besojnë dhe një pjesë e budallëve e besojnë. Atëherë çfarë kërkon? Luftën që niste njëherë me demonstrata. Ai ishte ky Berisha që thotë, kur ishte në kat 8, thotë të përplasin, protest. Tashti që është në tokë, nuk e ka lënë protestën, se e di që si shkon mrapa kush për protest, kjo është e qartë, si drita e diellit. Po kërkon që të shtyj sa të mundet, atëherë kush është problemi? Përse do të shtyj kaq shumë që të rinumërojë? Të ndrojë rezultatin, këta e di që s'ndron rezultatin. Mund edhe ta keqsojnë, mund t'i dalë edhe në një socialistave edhe të bëhen 84. Do që të dëmtoj për Tiranën bie fjala agron shenjë, do që t'ja marrë një. Do t'ishte një poshtërsi e madhe nëse lejonte kush, por gjithsesi e do këtë, sigurisht që e do. Çfarë do të bëj tjetër? Do që të shohin në themel që shiko si kanë punuar kundra brenda partisë tij. Se me socialistat s'ka punë. Sigurisht që asnjërin prej tyre normalisht, ai i do të gjitha, po asnjërin e tyre në mënyrë të veçantë. Ai do thjesht të shtyjnë kohë për të fituar kohë në demencën e tij për të bërë jo vetëm lajm, po për të bërë atë që konsideron gjën më të rëndësishme, të çojnë në mënyrë kaotike, zvarr, verën edhe politikisht, të qëndrojnë në fokus. Ta mbaj pishtarin ndezur, mos t'i fiket pishtari i tij i marrëzisë politike. Ky është qëllimi i Sali Berishës. Mos t'i fiket pishtari i tij i marrëzisë politike, ose mos t'i fiket pishtari i tij i marrëzisë folk politike. Edhe sigurisht i marrëzisë folk politike të korruptuar, sepse normalisht ai nuk ka çfarë i tregon botës përveç faktit se është i korruptuar si parti, është i korruptuar me komisioner, është i korruptuar edhe si veprim elektoral brenda për brenda zgjedhjeve të ndryshme që kanë zgjedhjet. Ky është qëllimi i tij. Dhe ky qëllim sigurisht është perversitet i një personi perfid dhe pervers njëkohësisht. Plus edhe mbajtje nën kontroll, nën presionin e frikës të disave që janë të sigurt, se shkos edhe nesër këtë ta pësoni, dhe të atyre që ishin të pasigurt, por që humbën. Në të vërtet, ka vetëm 45 deputet, se 5 i ka falur ke partit dhe me kaleate, edhe këtë ka kërkuar, duke ditur shumë mirë që do humbi, duke ditur që nuk është i Zotit fitoj kur, duke ditur që nuk është alternativë politike, që nuk ka diskurs alternativë politik, po që sigurisht do 45 veta, për mos themi 50, që i shërbejnë atij, i qëndrojnë pas atij dhe që i ka të familjes, do të thonë të partisë familjes tij. Në të vërtetë ata
45 njerëz që ka Partia Demokratike aty dhe 5 janë aleat, po 45 janë partisë, janë çupçi, janë njerëz me qera, kanë ardhur me qera aty, kanë marrë një copë të vogël, te prona e Sali Berishës. Ata nuk kanë pronë Partinë Demokratike. Aty s'ka asnjë aksion, as kërkush. Aty aksion nuk ka as Flamur Noka, as Albana Vukshi që duket më afër, as Tritan Shehu që duket më afër Sali Berishës. As askush tjetër atje, qoftë djali i Faribazit. Nuk kanë asnjë aksion. Sali Berisha dhe familja e tij, Argita dhe Shkelzeni, nuk bashkë me Lirin, nuk ju ka lënë atyre asnjë lloj aksioni në bursën politike të këtij vendi. Nuk kanë asnjë. Thjesht janë të emëruarit, të shkarkuarit, të lartësuarit dhe të katapultuarit të Sali Berishës. Lufta poshtë që është bërë për ato listat, dhe një që e ka lujtë, për shembull marrëzirat e asaj tabakut, për cila sigurisht bashkë Ali Mehmetin, njerëz të një sëmundje të jashtëzakonshme berishiane, të trembur deri në palc, të konformuar deri në marrëzinë më të madhe, një fjalë ose agron Jack Markey. Njeri që në 20 diskurse që i shef janë 20 forma të ndryshme. Nga një anti-berishist i jashtëzakonshëm tash në mbrojtje të berishizmit më idiot të botës. Të tillë njerëz, domethënë, nuk kanë aksione, as kërkush nuk ka lënë aksione në Partinë Demokratike të Sali Berishës. Dhe kjo është fatkeqësi e jashtëzakonshme. Fatkeqësi e jashtëzakonshme në shekullin e 21 dhe në vitin 2025. Është një turp i jashtëzakonshëm. Kjo ishte e para. E dyta janë referendumi në Itali, me Eli Schlein dhe me ata të Cinque Stelles, ish kryeministrin e Italisë, sindikatat, CGIL, dhe disa partit majta të ekstremit, majta dhe të globalist gay prides majtës italiane, e cila për mua sot është majta më e shturur dhe më si të them tash, nuk më bën goja të them, po më idiote që ka parë ndonjëherë historia në majtën italiane. Nuk janë as komunistë, kanë ideale. Nuk janë as njerëz që kanë dalë nga një majtë komuniste, por që realisht duan të mbrojnë, po themi atë që e quajnë klasë punëtore ose bie fjala proletariatin e tyre, që s'është proletariat më në Itali, nuk mund të ekzistojnë më proletariati. Mund edhe të ketë, që s'ka pronë, s'ka kur gjë. Po ajo e majtë që mbron interesat e klasës të vogël, kupton, klasës që punon, klasa operarja, mirë i thonë. Këta kanë tradhtuar prej kohës, këta janë shkëputur nga realiteti, dhe propozojnë një referendum që sigurisht do ta humnin, sepse në 2 pikat atij referendumi e mirë që duan të fusin punët, mbushin krahët e punës me 2 milionë e gjys, i duan CGIL-s, punëtor nga punonjës nga Afrika dhe të lënë italianët pa punë. Nga Afrika, ku diu, nga gjithë vendet, nga Siria, nga gjithë vendet e botës, po duan që të përshpejtojnë edhe dhënien e cittadinancës, i thonë ato, ose shtetësisë italiane me njëherë, në mënyrë të pameritueshme, të njerëzve që nuk respektojnë Italinë, të njerëzve që e shkatrojnë për ditë Italinë, mundësisht njerëzve që e grabisin Italinë, e fyën Italinë për ditë, mundësisht. Sepse sigurisht ata që punojnë dhe që nderojnë Italinë dhe që respektojnë Italinë e meritojnë, po ka disa kushte. Sepse sigurisht, ashtu siç thot sot, bie fjala Fratelli d'Italia, ose Forza Italia, ose Lega Nord, me dallimet e tyre, cittadinancën italiane duhet ta meritosh. Nuk të dhurohet, nuk është dhurat, është merit, duhet ta marrësh me merit. Edhe ti nuk me gjuhën, edhe do cittadinancë, ti nuk respekton kulturën italiane, religionin italian, atë që është religion në Itali, përkundrazi, i fyen, i quhet pa fe. Dhe duhet bësh qytetar italian, kjo nuk mund të ndodhë. E humbën, sepse dolën 30%, dhe e bukurave është që në këtë 30% që dolën, një pjesë e atyre të majtë, bile sidomos e majtë komuniste, nacionaliste, bie fjala ka votuar kundra. Në 15 milion njerëz, më thënë 4 kanë votuar kundra. Jo, kanë thënë. Edhe të tjerët kanë dalë, ama shumica italianëve ka shkuar në plazh, nuk kanë dalë. Dhe ndërkohë e majta e Shlajnit thotë çiko respektoni, thotë, ta 12 milionët. Shikoj, ishte një fitore e jona, thotë, kanë humbur në mënyrë të përbindshme dhe thonë që shikoj, ishte ka vota më tepër se sa ke dalë ti në qeveri, duke ngatruar votimin për referendum që është një po e jo dhe ose mund mos dalësh në votime, me një votim politik që ndahet me disë partive. Kaq. Dhe këtu është ngjashmëria që kanë me Sali Berishën, që nuk pranojnë humbjen. Ja që edhe një e majtë ekstreme, e majtë globaliste, shkatrimtare
e familjes shkatrimtare, e patriotizmi italian, shkatrimtare e kulturës italiane, shkatrimtare e trashëgimisë historike, politike, kulturore të Italisë, shkatrimtare e tillë, nuk pranon as humbje, ose e justifikon humbjen, ose nuk e di se çfarë bën. Kur thotë që sigurisht ky është një rezultat i mirë duke u rrahur në mënyrë të përbindshme. Ka dalë vetëm 30% dhe aty 30% kanë votuar kundër atyre. Imagjino 70% të italianëve që janë kundër në mënyrë të jashtëzakonshme. Po në këtë pikë këtu është edhe hesapi. I ngjajnë të majtës tonë. Dhe këtu ngatrohet edhe perëndimi dhe djathtat në Evropë. E djathta në Evropë kujton se Sali Berisha është parti e djathtë. Në fakt është e majta ekstreme. Prandaj ka humbur. Ndërsa Partia Socialiste është qendër e majtë. Për mos të them pak edhe djathtas. Dhe ky është edhe ai model, ai modus vivendi, sidomos në Shqipëri, që sigurisht pastaj i bën të djathtat të jenë pak idiote, të mos kuptojnë që në të vërtetë aty ka humbur e majta. Sali Berisha është e majta, ekstremisht e majta shqiptare. E nuk është Partia Socialiste. Ka në emrat ndryshe, po është një gënjeshtër e jashtëzakonshme. Po kjo punë ka ndodhur tash edhe me Eli Shlajin, edhe me Konten. Janë të dy, njëri më idiot se tjetri, që provokuan humbjen e tyre dhe thonë tash gati nuk kemi humbur. Po ashtu, nëse Sali Berisha është ekstrem, po ashtu si Sali Berisha që thotë nuk kam humbur nga pituar, po keni vjedhur ju. Në Itali nuk thonë keni vjedhur, sepse sigurisht nuk janë kaq të poshtër dhe idiot njëkohësisht, se sa në Shqipëni, por problemi është që nuk pranojnë edhe ata, kujtojnë se me tyren kanë fituar, kupton, duke humbur thellësisht. Edhe një herë përsëris, prandaj nuk kupton një pjesë të djathtës evropiane, jo e gjitha, se kujtojnë se Sali Berisha dhe partia e tij është e djathtë evropiane. Në të vërtetë në Shqipëri, ashtu si në Itali, ka humbur e majta ekstreme. Ka humbur e majta irresponsabile, e papërgjegjshme. E majta e cila sigurisht të turpëron jo vetëm me zhargonin e saj dhe veprimet e saj, po edhe me filozofinë politike të jashtëzakonshme, të papërshtatshme, të ndarë nga realiteti që ka. Dakord, miqtemi? Ja, këto dy tema kisha për të thënë. Tjetra që mund të them në fund ta përmbylli është se ka filluar puna e shtrimit të rrugës, riparimit të rrugës për Veripoj, dhe po fillon rregullimi i çadrave në plazh. Çfarë do ketë privati, çfarë do ketë Bashkia e Shkodrës, me gjysmë çmimi, po them, me të privatit, edhe një pjesë që është lirshëm fare pastaj, që e ka po bashkia, që nuk paguhet asnjë lloj leku, por shkon me çadrën tënde dhe pra kemi 3 kategori të ndarjes së Bregdetit me Bashkinë e Shkodrës. Edhe këtë e kam në bisedë me kryetarin e bashkisë. Kategoria e çadrave të hoteleve, shtezlongeve dhe çadrave të hoteleve, që sigurisht kanë një sasi të tyre. Kategoria e bashkisë çadrave të Bashkisë të Shkodrës, e cila do të jetë me një çmim të reduktuar, konkurrues për privatin, për të ulur dhe çmimin e privatit, dhe kategoria e vendeve free që administrohen po nga bashkia, mbahen pastër nga bashkia, po të jenë zot, dhe unuroj që të jenë zot, ku çdo kush mund të marrë një çadër dhe të bëjë pushimet e veta. Dakord, miqtë mi, ky ishte edhe emisioni për sonte.